Teuta është shpallur kampion e dimrit në sezonin 2011-2012 dhe një gjë të tillë e ka siguruar pas fitores së sotme në Pogradec. Liqenorët janë përpjekur ta frenojnë Teutën e vendit të parë në stadionin Gjorgji Kyçyku, por nuk ja kanë arritur dot qëllimit. Vendasit e mbyllën pjesën e parë në avantazh pas golit të Isa Emin Hazërit, por në pjesën e dytë miqt barazuan lojën me Mirel Çotën dhe në minutën e 89 pas një penalltie të Tefik Osmanit arritën 3 pikëshin e radhës. 11 metësh i akorduar nga gjyqtari i takimit Enea Jorgji solli acarim tek vendasit. Penalltia për djemtë e detit u fituan nga Renato Hyshmeri, ndërsa ai që shndëroi në gol ishte Tefik Osmani, që në këtë takim u kthye në hero. Teuta tashmë gjendet në kodën e 31 pikëve, 5 pikë larg Tiranës së vendit të dytë, ndërsa Skënderbeu i Korçës gjendet 8 pikë më pas në vendin e tretë. Por ajo që vlen të përmendet edhe në këtë javë është dhuna ndaj gjyqtarëve, e cila u vure në ndeshjen e zhvilluar në Pogradec nga ana e vendasve. Në përfundim të takimit mes Pogradecit dhe Teutës, zyrtarët e klubit vendas zbritën në fushë për të protestuar kundër gjyqtarit të takimit Enea Jorgji, i cili sipas tyre kishte avantazhuar skuadrën e Teutës, sidomos me 11 metërshin. Situata u acarua dhe u desh ndërhyrje e policisë për të shmangur grushtet ndaj gjyqtarit Jorgji, ndërsa futbollistëve të Teutës u është dashur të futeshin me vrap në dhomat e zhveshjes, pasi drejt tyre vërshuan çadra shiu, sendet forta dhe ndenjëse të stadiumit.